Betimi i Allahut për 10 netët. Kur Allahu betohet, ai po na tregon se para nesh qëndron diçka me vlerë të madhe. Në surën El Fajr, ai thot: pasha 10 netët. Këto nuk janë thjesht net të zakonshme. Në kuptimin e dietarëve, kur Allahu flet për 10 netët, ai përfshin edhe ditët që i shoqërojnë ato. Pra 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijhe, kohë e bekuar ku natë dhe ditë bashkë formojnë një periudhë të veçantë. Janë net dhe ditë të mbushura me mëshirë, mundësi dhe dritë shpirtërore. Koha kur lutjet ngrihen, pendimi pranohet dhe vepra e mirë ka shpërblim më të madh. Në këto 10 net e ditë ndodhen ngjarjet më madhështore: dita e Arafatit, ditët e Kurbanit dhe kryerja e haxhit, adhurime që janë pikat më të larta të devotshmërisë dhe pranimit nga Allahu. Allahu betohet për këtë kohë që ti të kuptosh. Ka periudha në jetë që janë më të veçanta, ku afërsia me Zotin është më e mundshme dhe shpërblimet më të mëdha. Mos i lër të kalojnë pa ndjerë thellësinë e tyre, pa i përdorur për të rritur besimin, për të përmirësuar veten dhe për të afruar me Krijuesin. Sepse kur Allahu betohet për 10 netët, ai po e fton çdo zemër të hapet dhe të jap më të mirën e saj.